Rita, në çdo program televiziv që jemi të ftuar, më bën shumë përshtypje sepse kur guxon të thuash femra dhe meshkuj, të tërheqin vëmendjen, thonë jo, kujdes, mos thuaj femra dhe meshkuj, po thuaj gra dhe burra. Unë nuk shoh ndonjë problem. Ti si e sheh këtë emërtesë që duket si problematike ose seksiste për të gjithë feministët e mendoj se është kaluar në ekstrem, me të drejtën. Unë jam vetë e gjuhës, po mendoj se është kaluar në ekstrem, sepse po t'jetë seksiste, duhet t'jetë dhe konteksti që kjo fjalë e përdorur është seksiste. Kështu që ti nuk mundet gjithkohon, se ti nuk mund të flasësh vetëm burra dhe gra, sepse aty mund t'jenë dhe vajza. Pra është një komunitet dhe si ti përmendësh ato. Pra edhe do fillosh pasaj, do përdorim ato shprehje si në kohët e Enverit, vajzat, motrat, tona, gratë, nënat. Pra, mendoj që është një ndarje që në brenda një konteksti të caktuar nuk hap se të merret. Keq, pastaj në fundit, unë pastaj edhe si poeti mund të përdor si dua, maskullin, femra ime, ajo është një gjë e bukur që tregon një lloj edhe vitaliteti dhe një lloj lidhjeje me burin që ke përpara dhe që nuk e shoh. Prandaj them varet kontekst, por ajo që mua më shqetëson dhe që e shikoj, për shembull kur jepen zyrtar dhe shpallja ta zëm, kjo është qeveria e re, dhe për shembull kam vënë re që atje shkruan ministra dhe poshtë emri i një ministreje. Kjo më duket më keq se ajo që përmendëm pak më parë, sepse në fundit kjo gjini, ajo dihet që gjinia mashkullore është gjini përfaqësuese. Madje sot ne na këshillojnë dhe në tekstet shkollore dhe gjithandej që ku ka mundësi nxënësi, të vjedhë nxënësja, mësuesi, mësuesja, pra gjithmonë të jemi të kujdesshëm në lidhje me gjinin. Por ama ta shohësh të zyrtare, emrin e një ministreje dhe sipër është ministër, kjo nuk më duket fare normale. Gjinia femërore nuk ekziston tek postet zyrtare. Është vetëm mashkullore. Ministër, kryeministër. Është një gjë që edhe me logjik, jo vetëm sepse duhet, po dhe me logjika duhet të ndryshohet. Nuk mund të thuash që drejtshkrimi e do kështu. Tash do zgjidhet një presidente, një kryeministër, do themi prapë në kryeministri, do themi kryeministri. Nuk shkon. Jo, shumë gjetje dhe ashtu tepër tani kemi dhe shumë grade në qeveri. Po pra, të gjithë janë ministra. Dhe nuk ka kuptim dhe të gjithë janë ministra. Rita gëzuar për ministrat dhe për diellën.